Dashi. Sot është dita për të hapur zemrën dhe për të ndarë ndjenjat me ata që do komunikimi i sinqert do të sjellë lidhje më të thella me partnerin ose miqt. Në punë, energjia juaj do të jetë në kulm, duke ju ndihmuar të përfundoni projekte që kanë mbetur pezull. Mos keni frikë të nisni diçka të re. Yjet ju mbështesin në çdo hap të rrugës. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje sot. Mund të jetë një ide e mirë të kontrolloni buxhetin dhe të shmangni shpenzimet e panevojshme. Përqendrohuni me qëllime të afatgjata dhe mos u zhgënjeni nga pengesat e vogla. Fundi i ditës do të sjellë qetësi dhe reflektim, duke ju dhënë mundësinë të keni një kohë cilësore vetëm për veten tuaj. Demi. Sot, energjitë pozitive janë të pranishme në rrethin tuaj dhe ju jeni gati të përballoni çdo sfidë me qetësi dhe bindje. Në dashuri, është koha ideale për të dëgjuar me kujdes partnerin dhe për të forcuar lidhjen tuaj përmes bisedave të sinqerta. Nëse jeni vetëm, mos keni frikë të dilni nga zona e rehatisë suaj. Në punë, përkushtimi juaj fillon të shpërblehet. Mbani ekuilibrin midis angazhimeve të punës dhe kohës personale. Financiarisht, një investim i vogël mund të sjellë kthime të mira në të ardhmen. Keni kujdes ndaj shpenzimeve impulsive. Ndjeni nevojën për stabilitet dhe qetësi, kështu që mos nguroni të kaloni një mbrëmje të qetë në shtëpi, duke reflektuar mbi momentet e bukura të ditës. Binjakët. Sot do të ndihesh plot energji dhe entuziazëm, si një fllatë i freskët që ngrihet nga deti. Në punë, intuita jote do të të udhëheqë drejt zgjidhjeve të zgjuara dhe frymëzuese. Mos e humb shansin për të ndarë idetë me kolegët, pasi ato mund të sjellin përfitime të mëdha. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të sjellë qetësi dhe të forcojë lidhjen tënde. Përpiqu të jesh i pranishëm emocionalisht për partnerin dhe dëgjo me kujdes. Në aspektin financiar, është dita e duhur për të planifikuar buxhetin dhe për të bërë zgjedhje të zgjuara. Zemra do të të falenderojë nëse ndjek intuitën tënde. Mos harro të ndalosh për një moment dhe të marrësh frymë thellë, duke përqafuar gëzimin e jetës. Daforia. Sot, universi të fton të ndalesh për një moment dhe të dëgjosh zemrën. Në dashuri, komunikimi është qelësi, një bisedë e hapur mund të sjellë qetësi. Partneri yt ka nevojë për vëmendje dhe ndjenja të sinqerta. Në punë, durimi do të shpërblehet. Mos e humb fokusin në detaje, sepse aty qëndron suksesi yt. Financat sjellin disa sfida të vogla, por me zgjuarsi dhe planifikim do të kalosh çdo vështirësi. Kujdesu për shëndetin duke marrë kohë për veten. Një shëtitje në natyrë do të ngrejë shpirtin. Ndjenja e ngrohtësisë dhe dashurisë përvijohet në çdo hap, duke të ndihmuar të përballosh çdo sfidë me elegancë. Dëgjoj intuitën dhe lejoje të udhëheqë drejt zgjedhjeve të duhura. Luani. Buzëqeshja e diellit do të ndriçojë zemrën tuaj sot, duke sjellë një ndjenjë paqeje të brendshme. Ndërsa punoni drejt qëllimeve tuaja, mos harroni të dëgjoni instinktet. Një mundësi e papritur mund të shfaqet në horizont, prandaj mbani syt hapur. Në fushën e dashurisë, lërini emocionet të flasin për ju dhe mos keni frikë të tregoni ndjenjat tuaja. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Marrëdhëniet me të tjerët sot do të jenë harmonike dhe energjia pozitive do t'ju ndihmojë të ndjeni të lidhur me ata që ju rrethojnë. Shijojeni këtë ditë duke e përqafuar çdo moment me gëzim dhe mirënjohje. Një mbrëmje relaksuese do të rikthejë energjinë tuaj. Virgjëresha. Sot është një ditë e mrekullueshme për të reflektuar mbi marrëdhëniet e tua. Diskutimet me partnerin do të kërkojnë ndjeshmëri dhe mirëkuptim. Në punë, fokusi yt do të shkëlqejë dhe kolegët do të vlerësojnë qetësinë dhe zgjidhjet praktike që ofron. Një mundësi e re financiare mund të dalë në horizont, por bëj kujdes, analizohu mirë para se të marrësh vendime. Dëgjoj intuitën. Ndjenja e paqes do të përhapet gjatë ditës dhe do të ndihesh më i lidhur me vetveten. Mbaj një shishe ujë pranë dhe kujdesu për veten duke u relaksuar në mbrëmje. Merr kohë për vetreflektim dhe ndoshta një shëtitje jashtë do të ndihmojë. Ndriçoje ditën me një buzëqeshje, sepse universi ka surpriza të mira për ty. Peshorja. Dita e sotme sjell një ndjenjë harmonie dhe balancimi të brendshëm. Në marrëdhënie, mos hezito të ndash ndjenjat dhe mendimet e tua më të thella. Një bisedë zemërhapur me partnerin mund të sjellë një afrim të bukur. Në punë, fokusi yt sot është vendimtar. Përpiqu të përfundosh projektet e filluara. Energjia yje favorizon përpjekjet kolektive, ndaj bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë rezultate pozitive. Në financa, është momenti i duhur për të bërë një plan të ri buxhetor. Kujdes me shpenzimet impulsive, duke menduar për nevojat afatgjata. Mbrëmja është perfekte për relaksim dhe reflektim. Lejo mendimet e tua të fluturojnë lirshëm, sepse edhe ëndrat e thjeshta mund të ndriçojnë rrugët e së ardhmes.
Akrepi. Sot mund të ndjeni të tërhequr nga ndjenja e misterit që mbush ajrin, duke ju ftuar të eksploroni thellësitë e vetes. Në dashuri, momentet e qeta dhe të sinqerta do të jenë çelësi për të forcuar lidhjen tuaj. Në vendin e punës, do të vini re se një detaj i vogël mund të ndryshojë rrjedhën e projektit tuaj, ndaj jeni të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për kursime afatgjata. Energjia juaj sot është një përzierje e ëmbël e qetësisë dhe vullnetit të fortë, duke ju lejuar të gjeni paqen edhe në mes të kaosit. Doni diçka që ushqen shpirtin tuaj dhe mos harroni se çdo sfidë është një mundësi e fshehur për rritje. Shigjetari. Sot, hapat tuaj të parë do të jenë të ndricuar nga një dritë e re që ju udhëzon drejt aventurave të freskëta. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi për të forcuar lidhjet dhe për të shmangur keqkuptimet e vogla. Lërini gjërat të rrjedhin natyrshëm dhe mos e shtyni zemrën tuaj të flasë. Në punë, një ide që keni mbajtur në mendje për një kohë të gjatë mund të shfaqet si një surprizë e këndshme për veprorët tuaj. Qëndroni të hapur për të marrë kritika konstruktive. Financat kërkojnë kujdes, por një mundësi e vogël për investim mund të shfaqet. Ndiqni intuitën tuaj, por mos rrezikoni pa analizuar me kujdes. Dita ju fton të meditoni dhe të reflektoni mbi aspiratat tuaja më të thella. Britsjapi. Sot, universi ju fton të ngadalsoni ritmin dhe t'i kushtoni vëmendje detajeve që zakonisht mund t'i anashkaloni. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin mund të sjellë qartësi dhe harmoni të reja, duke i forcuar lidhjet tuaja. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur në një vend të pazakon mund të ndesë një shkëndijë interesante. Në frontin profesional, angazhimi juaj dhe përkushtimi po vlerësohen, por është e rëndësishme të mos e teproni me punën. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, evitoni shpenzimet impulsive dhe kurseni për të ardhmen. Ndjesitë tuaja sot mund të jenë të përziera, por kujtoni se çdo pengesë është një mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Dëgjoni zemrën dhe intuitën tuaj. Ujori. Sot, energjia e diellit sjell një ndriçim të ri në zemrën tënde. Në marrëdhëniet personale, një bashkëbisedim i sinqert mund të forcojë lidhjen me dikë të dashur. Edhe pse puna mund të duket paksa e zënë, mos humb shpresën. Një zgjidhje kreative do të dalë në sipërfaqe, duke hapur rrugë të reja. Kujdes me shpenzimet e papritura, por mos hezito të investosh në diçka që të sjellë lumturi. Sot është dita për të kultivuar ndjenjat pozitive, duke reflektuar mbi fitoret e vogla që i ke anashkaluar. Përqendrohu në atë që të frymëzon dhe kujdesu për shëndetin mendor. Një shëtitje në natyrë mund të pastrojë mendjen dhe të qetësojë shpirtin. Dëgjoj tingujt e natyrës dhe përqafo magjinë e momentit. Peshqit. Sot, zemra juaj do të pulsojë me energji të veçantë, duke ju nxitur të shprehni ndjenjat me pasion të pastër. Në marrëdhëniet personale, bashkëpunimi do të jetë çelësi për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje të vogël. Në punë, intuita do t'ju udhëheqë drejt vendimeve të duhura, por mos harroni të merrni parasysh këshillat e kolegëve të besuar. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur një ekuilibër afatgjall. E ndjeni brenda vetes një dëshirë për të lidhur më thellë me natyrën, prandaj një shëtitje në një park të qetë mund të rikthejë harmoninë e brendshme. Merrni frymë thellë dhe përqafoni qetësinë që sot ofron. Mos harro se ngrohtësia e shpirtit tënd ndriçon rrugën.